me këtë ide, dhe atje u dënuan plot. Janë dënuar plot ushtarak serb. Kur erdhi puna për UÇK-n, është tjetër gjë fare. Është tjetër gjë fare. Djetë e dim se çdo më thënë luftë partizane. Kemi historinë tonë. Që një luftë që zgjati 2 vjet paktën. Pjesa e fundit e asaj lufte, dhe e dim se me çasikletësh kanë luftuar. Sa është kollajshme të përplasesh, këtu kishim një armik vërtet. Në atë kohë, Jugoslavia ka qenë fuqia 3 ushtarake në Europë. Unë e di të dytën, po s'ka rëndësi. Okay. Por dihet që ka qenë një ushtri shumë e fortë. Dhe ishte një ushtri që nuk erdhi si pushtues aty, ishte brenda. Pse se Kosovën ata kanë marrë që pas luftës së parë botërore, domethënë. Edhe pra e kishin pushtuar në mënyrë kapilare. Sigurisht, por shërbimet sekrete sigurisht që kishin shumë bashkëpunëtor. Dhe popullsia serbe nuk ishte ajo që është sot, sigurisht ka qenë shumë e madhe. Pra ishin shumë faktorë që e bëjnë diferent në të ndryshme. Situatën me një luftë partizane se që kishim neve me pushtusin, përmërsi se ishte klasit parë, Wehrmachti Gjerman. Po dhe ushtria serbës, apo e thamë që nuk ka qenë e parëndësishme. S'ka qenë një ushtri që mund të luftosh me një ushtri të tillë brenda vendit që konsideron vetëm, nuk e quhen pushtues, po është në vendin e vet, është vërtet shumë e vështirë. Dhe dihet që komandat që kanë qenë në zonat të ndryshme të Kosovës nuk kanë qenë ai të lidhur, anërisht sot ka celulare, ka ca mjete. Të gjitha këto mjete përgjohen. Nuk është hiç vështirë për një vend si Jugoslavia, me aleat fuqishëm si rusët në atë kohë që ishin shumë më tepër se sot, që ishte shumë e vështirë që ushtria çlirimtare e Kosovës të kishte modelin e një ushtrie të rregull si që ushtria jugoslave. Dhe sot tu ka ardhur çështja me gjykatën. Meqenëse se gjykata praktikisht dështoi për ato krimet e mëdha, si Shtëpia e Verdhë dhe kompani që ishin propagandë. Ishin sigurisht propagandë. Dhe ata e morën me entuziazëm në fillim që kishin. Doli që nuk ishte aq thjesht. Sigurisht është në fillim, nuk është se s'ka ndodhur gjëra. Në një vend, atë situatë, kalon nga një lloj pushteti në një tjetër, lodhia me forcat të huaja që mbanin rregullin e mbështetëtar se u futën aleatët. Atë brenda edhe ambienti për krime, për hakmarrëra të vjetra, edhe grabitje, u bë më komod. Kështu që ka ndodhur. Po, nuk janë këta që duhen akuzuar për gjëra të tilla. Profesor, thuhet që dëshmia James Rubin në një farë mënyrë demitizoi Hashim Thaqin. Në fakt Hashim Thaqi, më sa di unë, kur nuk ka thënë që unë kam qenë komandanti i përgjithshëm i UÇK. Po s'ka qenë. Udhëheqës politik ka qenë. Po. Tjetër gjë, komandant kanë qenë tjetër gjë. Ka pasur komandant shtabi atje, ka pasur edhe njerëz më të rëndësishëm se Hashimi. Me thënë drejtën, Hashimi u bë i njohur me Rambujen. Meqenëse janë shumë motive. Me qenë se ata që ishin vërtet, nuk ishin brenda Kosovës, o Zvicër, o Shqipëri, se kështu organizuar edhe UÇK-ja. Dhe nuk shkonte që atje të venin njerëz që ishin jo direkt nga lufta dhe u caktua Hashimi. Hashimi është djalëzgjuar, ka qenë i rëndësishëm, por nuk ka qenë ai kryesori. Nuk ishte komandanti operativ në teren. Ai e përfaqëson të UÇK-n në marrëdhënie me partnerët, me shtetet të tjera, sa herë që duhesh, politik, pjesa politike e problemit, si thosh. Ushtarakët që jepshin urdhrat e mbështetëtash janë tjetër gjë fare. Por sot ka ardhur problemi që ku ka ngecur e gjykatë. Natyrisht duke mos e akuzuar dot për ato krimet e mëdha që u diskutuan në fillim. Dhe duke ardhur të kjo që dëshmimtarët nuk po përmendin ndonjëherë emrat e këtyre. Se s'kan qenë as gjikundi këta që mund në skena të tilla që ka qenë dëshmimtar. Dhe nëse kanë bërë në hile, po e themi, jo krim, domethënë nuk e kanë bërë pranë dëshmimtarëve. Kështu që tani ka ardhur puna që këta të akuzojnë jo për ato që ishin në fillim, po e akuzojnë për faktin që kishin një ushtri normalisht edhe janë burrën që kosovarët. Fatkeqësisht shumë prej tyre shkruajnë në libra, direkt sa mbas çlirimit të Kosovës, jo kështu, jo i bëm kështu, jo i bëm ashtu. Ndoshta edhe duke e fryrë pak. Sigurisht.
aktivitetin e Dhe tyre. tani kanë ardhur te kjo që ka ndodhur ca gjëra. Këta kanë qenë shefa, këta mbajnë përgjegjësinë. Po mbajnë përgjegjësinë nëse do ishin vërtet ushtria rregullt e mëse pra ka shumë gjëra dhe ka ngesur problemi. Dhe po zgjatet tani. Po përfundon, jo po ka kërcënuar dëshmitarët dhe do të thënë ka ikur nga akuza për të cilën u nis. Sigurisht. Jo, ajo ka ndryshuar komplet, por fakti që po i mbajnë në paraburgim për kaq shumë kohë, këtu sikur mbulin këmbë që ti shpallin fajtor, pavarësisht se është shumë e vështirë. Pastaj problemi i amerikanit Rubinit ose atë tjetër që s'e di emrin. Që më shumë deklarate përgjithshme, deklarate lidhur me UÇK-n, jo me këta personat konkretisht. Dhe është shumë e vështirë për të dy palët në një gjyq të tillë. Ata kanë prova direkte për komandantët, se tani për këtë akuzohet, që pse s'ishin në gjendje, kishin bërë një ushtri, u mburrën me një ushtri dhe s'ishin në gjendje ta kontrollonin. Se nuk frenonin komandantët e zonave operative. Po pra, çik më poshtë. Ndërkohë që dhe mbrojtja është shumë e vështirë. Tani ka filluar mbrojtja. Probabilisht edhe mua më kanë kërkuar. Po, nuk e di se do jeni dëshmitar. Po, ma kërkuan, me thash po. Po e thash ores. Çfarë të thuash konkret? Pa. Unë opinione mund t'jap se si kanë prekur me dorë, kanë qenë aty. Sigurisht, ti ke parasysh pastaj shumë disa, jo shumica. Po një pjesë e madhe e problemeve janë probleme mbasi hyn ushtrit aleate në Kosovë, do thonë kur UÇK-ja nuk ishte më operative. Edhe kjo është një faktor që, pse akuzohet UÇK-ja? Kur ka ndodhur? Po, ka ndodhur. Ja kanë rrëmbyer shtëpinë një serbi që e quajtën kështu, kanë ekzekutuar ndoshta gjoja si bashkëpunëtor të serbëve, pa ajo ka qenë një akmarrje personale në fshate më të tash dhe plot më të krime për atë periudhë quhen që janë krime që lidhen me situatën e luftës, me UÇK-n, Pra, nga të dy palët është që ke vështirë. Edhe prokurorët, tash, ndryshuan aq shumë ato akuzat sa tani kanë përfunduar që mezi po e mbajnë gjallë gjyqin. Por edhe mbrojtja s'po thotë se unë e njoh për kështu, edhe ai tha, nuk e kemi konsideruar UÇK-n kur terroriste. Nuk e kemi konsideruar në herë që kishte një komand, një piramid komandimi të saktë, më të thash. Ne nuk bashkëpunojmë me... Profesor, kishte në atë kohë UÇK-ja aparate ndërlidhjeje, do më thënë që një komand të lidhe me një komand tjetër, sepse dihet që madje unë kështu e kam menduar që edhe vetë ne kemi eksperiencën tonë, por është edhe eksperjenca e partizanëve të Titos, që njësitë partizane luftojnë në zona të veçuara dhe vetëm mbasi harrinë e bashkohen dhe krijojnë një front unik, mund të quhet edhe neve e quhet ushtri të rregullt dhe u njoh nga gjermanët si ushtri i rregullt mbas kongresit të Përmetit, kur jugu u unifikua si zonë e çliruar dhe pak a shumë filloi një luftë frontale. Kjo nuk është arritur, asnjëherë s'kan qenë në kontakt fizik me njëri tjetrin luftarët e një zone me një tjetër. Ata përdornin në atë kohë edhe celularët e zakonshëm, po edhe celularët satelitor. I kishin dhe ato dhe abonime që bëheshin në Amerikë ose ishin këto mjete. Nuk e di sa kontrolloheshin me serbët. Ata kishin këtë frikë, sigurisht. Por, për bërë një komunikim urgjent që mbas një dite s'kishte më vlerë le ta merrshin vesh serbët, ishte e domosdoshme dhe i përdornin. Bile kam parasysh edhe për vetë një shtab në përgjithësi pas lufte, nuk kam vajtu një lufte. Dhe thënë, ata kishin akoma që antena që i varnin në për pemë të gjata shumë dhe që pastaj fustin në celular në mënyrë që dhe një sinjal shumë më i dobët bënte punë për të komunikuar. Kam pasur mënyrat tjera. Këto kanë qenë dy rrugët. Dhe këtë ndërlidhje primitive s'mamdja se kanë shfrytzuar që shiko, hiq qafe Draganin ose... Ishin kaq të mëndshë. Shiko, nuk ka ndodhur kjo, nuk është fenomen. Thash, ka ndodhur raste sporadike, po.
ishte një situatë ku po ndryshonte një sistem. Nga një pjesë e Jugosllavisë, siç ishte Kosova, dhe në atë pjesë të Jugosllavisë edhe policia, edhe ushtria, sidomos 10 vjeshin në fund, ishin të gjithat jugoslavëve. Dhe tani po kalonte problemi, trupat e NATO-s ishin aty për të shuar çdo konflikt të mundshëm. Nuk merreshin dot, nuk e njihshin situatën, kështu i thash u krijuan kushte edhe për krime ordinare që mund të fshiheshin në emër të një lufte, pasoj lufte, më the thash. Të gjithë ata që akuzohen, nuk flas për ata tani. Do më thënë, është ajo periudha e tranzicionit. Tranzicion që zjati apo? Jo vetëm që u kaluan nga një pushtim në një administrim, së ndryshe ishte për shembull Shqipëria, iku pushtimi, po erdhi një pushtet tjetër me një herë që u mbi vendos. Ndërsa aty nuk u mbi vendos një pushtet tjetër. Ishte krijuar që në Beran. Po pra, shteti ishte krijuar në Përmet. Dhe thjesht u instalua me një herë, sa largoi, ndërsa këtu nuk është se u instalua UÇK-ja, u instalua një administratë ndërkombëtare që ishte ngatët, nuk njihte terrenin, dhe në këto kushte krimi përfiton apo jo? Shiko, UÇK-ja unë kam qenë në shtapin e gjyqërisë kur filluan bisedimet, dhe ka qenë një situatë e vështirë, për çarmatimin e USK-s. Sa po kishte marrur lufta, për një herë ata e kuptuan aleatët, do ishte mirë që UÇK-ja mos ishte më ushtri, pse ka për pozicionin e ushtrisë e kishte marrë NATO-a. Dhe natyrisht komandantët e kundërshtuan, po jo pse donin të bënin krime. E kundërshtuan se kishin luftuar, kishin rrezukuar jetën dhe tani papritur, vërtet akoma ishte shumë e qartë nëse do ishte Kosova e pavarur, nëse tash, dhe ata donin që të ishin më të sigurt se sa pa armë. Kjo ishte ideja. Pastaj u morën gjithë komandantët u çuan në Washington. Aty një 2 javë, derisa erti, se mundi çarmatoste NATO-a, po nuk donin konflikte të reja, se donin një ushtri partizane që s'ka një komand vertikale që thot po do çarmatosen, një grup atje, kjo bile është një provë që ushtria nuk ka qenë ashtu siç mendohet një ushtri e zakonshme, prandaj nuk mund të akuzosh komandantët për gjëra që kanë ndodhur. Profesor, edhe një ushtri si ajo gjermane e luftës dytë botërore, mbas firmosjes armëpushimit dhe dorëzimit pa kushte, Korparmata e Pragës refuzoi dhe ka vazhduar luftimet disa ditë më vonë, refuzoi të dorëzoj. Pra, edhe një ushtri tepër e centralizuar, si Wehrmachti gjerman, kur edhe puna ka, sepse lufta i ka këto çuditëra. Pra, kjo është një provë. Edhe Gjermania nuk ka qenë thjesht ushtri. Jo Abwehri, jo SS-ët, jo kanë pasa bishtat të tjerë. Edhe këta, edhe kur vjen puna në një moment tranzicioni, rënimi. Ajo ushtri që historikisht mbahet si ushtria më e disiplinuar, pse, vërtet ishte tillë. Ata faleshin për Hitlerin. Edhe në gërgjët e Shqipërisë. Por edhe kanë ndodhur gjëra. Mbaj më shumë kjo. Po e lidh gjithmonë me akuzat që janë tani në fund, që po akuzohen që nuk kanë qenë të zot me mbajt në disiplinën e dur ushtrinë e vetë që e konsiderohen ushtri, po dalëm se kjo është problemi. Këtë tha dhe Amerikani. Edhe Amerikani, këtë tha, ai zëvën sekretar, nuk mund të di. Ai mirë ka bërë që ka thënë mos më detyroni ta hap sekretet, po s'ka një sekret madh për mua, lidhur me çështjen. I ka sekrete sa duash, se si u zhvilluan situatat, pse, qysh, tek, po jo për çështjen konkrete. Ai e tha, paktën ke neve, nuk e di ke gjykatësit, ka zënë vend kjo punë. Okej, për ashim faqën u morë vesh, për Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin. Shiko, Recepi ka qenë komandant zone. Jakubi ka qenë zëdhënës. Kadriu ka qenë drejtor i shërbimit sekret. Ti me mend tani çfarë shërbimi sekret ka një ushtri partizane. Por ata u munduan që t'i japin formën e një ushtrie që po luftonte, se tash. Ata kur e filluan luftën, se u merrte vëmendje që do vinte puna një ditë si ajo që ndodhi, që ata ishin zot të vendit
dhe të kishte ca trupa të huaja. Unë e di... Do më thënë ata i hynë luftës... Ata i hynë luftës... Për me vdek, si e thëmë fja. Praktikisht për me vdek, për ato objektivat që kishin pasur gjithmonë. Sepse askush se mendon të që do... Ta detyronin, asnjëherë as shtruar ky problem në fillimin e fare. Ngjarjet ndodhen të tilla. Dhe pse? Gabun serbët rënd. Genocidi që donin të bënin në Kosovë nuk u pranua. Patkoj. Unë nuk u patkoj. Kështu e kanë vënë emrin kudo një plani që kanë gjetur. Po ajo që ndodhi, përzënia 1 milion serbë e kosovarëve në Maqedoni dhe kryesisht në Shqipëri, është e genocid, për ta pasur më shumë të vetëm Kosovën se sa kështë qëndëri atëhere. Dhe vran njerëz. Mbajmend atje në Reçakje hera e parë, kur dhe dëshmimtari amerikan vajti dhe pa, ai që ishte si shefi i vëzhgimit Walker, ambasadori Walker. Se mbajmend emrat tani, se ka kaluar shumë kohë. Dhe parime emra se janë shumë të rëndësishme, janë fenomenet dhe ngjarjet. Për masakrën e Reçakut. Gjithë perëndimi u habit. Si është të mundur. Vran qytetarët e Republikës tyre, në fundit. Dhe njerëz s'kishin bërë me luftën fare. Aty filloi kthesa, që perëndimi vërtet e konsideroi këtë luftë si një luftë qytetare. Dhe pas pak kohë, këta njerëz i konsideroi aleat në një problem të përbashkët, shpëtimin e popullsisë kosovare nga një genocid i mëtejshëm. Dhe kur erdhi puna që ndodhi marrëveshja e qershorit dhe hynë trupat ikën serbët, këta pa pritur u gjendën të rëndësishëm. Zotonë. Që një rambuje, fakti që të gjithë aleatët e pranuan u që kënë si partner. Si partner në këto bisedime, si palë, bashkë me Rugovën e të tash, por këta qenë më të rëndësishmi. Atje. Se këta ishin dhe faktorën. Atje Hashimi u evidentua dhe edhe e luajti mirë. E luajti mirë. Majti pyeti gjoja si t'ja bëjmë, edhe u këthyë me përgjem, po do t'afirmosit. Rugova atje ka qenë zero. S'mori pjesë fare. Ishte e ndjente që kish dalë jashtë lojë skema e ti. Si kish dalë jashtë skema? Unë vërtet e kam menduar problemin se në qofë se do vetë, që do them, nuk është e jodhash. Që unë do them ato që tha dhe ky, po, a i folin në këndbështrimin e vetë, unë në këndbështrimin tim, si i kam njohur, po, janë opinione, nuk janë prova në mbrojtje. Ata në mbrojtje nuk është e vërtet. Unë nuk kam gisht në këtë punë, edhe e kam thënë. S'kam gisht në asë gjë nga ato gjërat që mund të kisha qenë më i zoti për të disiplinë. Sigurisht, po kjo nuk është faj. Kjo është prapë opinion. Edhe pasaj fundit është opinion. Po. Profesor, vim të Rambujeja. Juve keni qenë në Rambuje në konë? Jo, kena pas përfaqësues, po. Ja, nuk kena qenë. Nuk kam qenë, edhe ishte pak më tim. Po. Shteti shqiptar nuk ishte përfaqësues aty. Po. Kishte vëzhgues, që s'kishin asë një... Që rinin jashtë. Rinin jashtë, po. Edhe brënda kanë hyrë, po, që kishte këshilltar të QK-s, që ishi punojnë shteti. Pse se ati u ndje, që me sa duket, po vinte puna që të kryosh që shteti Kosovës. Ati e filloj. Basi serbës pranuan, tanët VÇK-ja pranojat, dhe kishte këshilltar në fushat ndryshme, fushat në policisë, shërbime, që di unë. Pastaj mund të kishte këshilltar diplomatik. Profesor, ku në rezolutën që duhet firmosin, në Rambuje që serbët nuk pranuan ta firmosin, Kosova lihi pjesë e Jugosllavisë. E Serbisë. E Serbisë. Në qoftë se do ta firmosin edhe serbët, kjo histori do ishte komplet ndryshe. Më ndryshe do ishte. Ndoshta Kosova nuk do mbetesh ajo që qënë, pse? Kosova t'je di, Titua, me ato mjeshtrinë e vetëm të thash, për të dy krahinat që kishin pakica kombëtare të tjera, hungarezët në Vojvodinë dhe shqiptarët në Kosovë, i shpalli krahina autonome në kuadrin e Serbisë.
Dhe për herë të parë, Kosova do të rua të ketë një kufi. Ky kufiri për cilin po diskutohet shumë sot, s'ka qenë as në kohën e mbretërisë jugoslave, një kufi kështu i marrë me mend, domethënë i përafërt, po një kufi i përafërt është në bazë banorëve që punojnë. Ky fshat është shqiptar, ky fshat është serb, edhe nuk do kalon të kufiri këtu. Kjo është merit për keq e Titos, që ishte vërtet burri i zgjuar. Bëri një kufi që Kosova mos ishte etnikisht e pasur. Që mund të krijon të Latë të verit. Latë të shqiptar kënejmë atan, pa ishte tjetër problem. Është një korridor shumë i rëndësishëm. Po, korridori 10 që i thonë që lidhë Selanikun që sot e quhet i 10. Kështu që ai la brenda Kosovës këto. Për këtë arsye edhe unë s'kam qenë aq dakord me këtë ide, do mbrojmë çdo plëm, dalë më cila plëm. Është shumë e qartë kush e krijoi kufin. Pse shqiptarët luftuan dhe pastaj serbët bën krime që erdhi puna që bota i mbrojti shqiptarët dhe kanë një vend pavarur. Se ishin një komb tjetër që në Serbinë Miloševićit sidomos, po dhe të quheshin dorës dytë.